Një nga problemet me të cilët bota po përballet sot dhe që është një fenomen e globalizmit është përballja mes produkteve origjinale me produktet falso. Do jemi tani në një prej dyqaneve në zonën më elitare në Tiranë, në blok Gjergjin. Prej 5 vjetësh mban një dyqan me produkte autentike, i cili po ashtu një prej problemet nda ka falso. Si shpjegohet, edhe pse është trend botror, që në Shqipëri ka kaq shumë mallra fake? Është fenomeni i të dukurit pa qenë realisht i tillë. Por të dhënë vetes një status me gjë fake, po pretendojnë shumë fake, domethënë blen shumë? Blen, por njëkohësisht ne kemi edhe një trend në rritje që është produkti origjinal, që këtu në Shqipëri ekziston dhe frika realisht e blerjes së produktit origjinal me çmimin real. Dhe falsot vetë janë të shtrenjta në vetvete. Falsot vetë janë të shtrenjta dhe njëkohësisht mund të blen një produkt mesatar me kualitet goxha të mirë, por që të jetë origjinal. Kultura e të blerit si funksionon? Mbi çfarë kriteri blen kryesisht? Me emra, me fashion është më shumë ajo, dizajnet e fundit që mbizotërojnë.